çka është jeta, profesor, për juve? Ose çka të ka bon këtë që je sot? E ke filluar me pyetje shumë të vështirë, pyetje në cilën janë munduar dhe mundohen të gjejnë përgjigje filozof, sociolog, shkrimtar, intelektual, klerik. Pra të gjithë ata që mirren me çështjen e ekzistencës, pak a shumë i vërtiten kësaj pyetjeje. Normalisht nga këndvështrime të ndryshme dalin edhe përgjigje të ndryshme. Po të më kishe pyetur para 30 vjetësh, sigurisht që mund të kisha dhënë një përgjigje më ndryshe, më relative, por me përvojën e gjatë jetësore, intelektuale, me gjithë atë që është sedimentuar në personalitetin tim, tash e kam definitivisht shumë më të lehtë përgjigjen. Jeta për mua në fakt është një dhuratë prej Zotit, të cilën Zoti na ka dhënë dhe në fakt ne as nuk kemi qenë të vetëdijshëm për te. Zoti ka vendosur që ne të vijmë në këtë ekzistencë dhe të sprovohemi përmes asaj që na është ofruar. Disa nga gjërat që jeta na i ka dhënë janë të përcaktuara. Fjala vjen gjinia, jetëgjatësia, pamja, janë gjëra që janë të vullosur ose të rrënjosura me lindjen tonë, ndërsa pjesa tjetër pastaj është ajo sprova në cilën Zoti na ka lënë që të konkurojmë me dijen, vlerat, moralin ton, në mënyrë që përmes kësaj pastaj të nxirret konkluzioni se çfarë kemi bërë me këtë jetë që na është dhuruar dhe në fakt edhe çfarë perspektive kemi siguruar vetes për botën tjetër. Kështu që kjo jetë kalimtare e shkurtër, për disa më e shkurtër, për disa pak më e gjatë, po në instancë fundit e shkurtër sepse Nuh, për shembull, pejgamberi i famshëm ka jetuar thonë 950 vjet, po prap edhe për te mund të ketë qenë ose është dukur se e shkurtër, e ka epilogun pastaj për ne besimtarët në botën tjetër, që është e përhershme dhe që statusi në atë botë në fakt përcaktohet prej asaj se çfarë kemi bërë në këtë botë. Pra është e rëndësishme kjo që bëjmë, çdo çast i kësaj jete e ka vlerën e vet të madhe, ajo që përmendet në se mundet në një moment me qenë përcaktues në drejtimin që marrin gjërat në jetën tonë. Dhe në gjithë këtë, si më thonë, rrugë me shumë të panjohura, fanori më i sigurt, më ndriçues në fakt është besimi fetar. Besimi që na ndihmon që ta ruajmë drejtimin. Mund të lëvizim me shpejtësi të ndryshme. Ndonjëherë mund edhe të bijmë që thuhet hunebuz dhe përpiqemi dhe përpjekja për të ngritur është e vështirë, por ajo që mbetet është drejtimi, është i sigurt dhe pastaj ajo varet prej përpjekjeve që bëjmë edhe prej ndihmës që na ofron i lumi Zot për të mërri në cakun që na e aspirojmë.